Zgjimi i profesorit. Netët në laborator ishin të gjata dhe të heshtura. Profesor Fitimi, një shkencëtar i njohur për skepticizmin e tij, kalonte orë të tëra duke studiuar sekretet e qelizës. I bindur se jeta nuk ishte asgjë më shumë se një zinxhir i verbër reaksionesh kimike. Ai kishte luftuar kundër çdo ideje të një krijuesi, duke quajtur atë një iluzion për mendjen që mund të pranonin realitetin e ftohtë të shkencës. Por tani, ndërsa analizonte strukturën e ndërlikuar të ADN-s, diçka brenda tij po krisej. Ai shite mënyrën se si informacioni ishte i koduar, me një precizitet të pabesueshëm, sikur një dorë e padukshme ta kishte shkruar me kujdes. Çdo fjalë në gjuhën e jetës, ribozomi, një fabrik mikroskopike, më e përkryer se çdo makineri e krijuar nga njeriu, lexonte këtë kod dhe prodhonte proteina me një saktësi marramendëse. Çdo qelizë punonte në harmoni sikur të ishte një qytet i drejtuar nga një urtësi e paarritshme. Një ndjen e çuditshme i ngjeshi krahërorin. Ai e uli kokën mbi mikroskop, por duart i dridheshin. Ishte si të vrojtonte një art hynor të fshehur në brendësi të krijimit. A mund të ishte vërtet kjo vetëm një rastësi? Një univers kaq i ndërlikuar, një jetë ngritur mbi ligje të pandryshueshme, mbi një kod të fshehur që asnjë njeri nuk mund ta krijonte? Ai u ngrit ngadalë dhe u ofrua tek dritarja. Por te i xhamit qielli i natës ishte shtrirë pafundësisht, i mbushur me yje që digjeshin në heshtjen e tyre madhështore. Ai ndjeu një prani të fshehtë, një madhështi që i mbushte shpirtin me një frikë dhe një nderim që se kishte ndier kurrë më parë. Ishte sikur drita e gjithësisë po i fliste. Unë jam këtu, unë gjithmonë kam qenë këtu. Një lot i vetëm i rrëshqiti në faqe. Nuk ishte më e nevojshme të kundërshtonte, të mohonte, të kërkonte argumente për të mbuluar të vërtetën. Për herë të parë në jetën e tij, ai e pranoi atë që zemra i kishte përshpëritur gjithmonë. Pas çdo atomi, pas çdo ligji, pas çdo rrahje jete, qëndronte dora e krijuesit. Në atë çast, fjalët e lashta që dikur i kishte shpërfillur, i u shfaqën në mendje me një forcë që ja përshkroi gjithë qenjen. A mos u krijuan ata nga asgjëja, apo janë ata krijuesit? I u kujtuan një thënie kuranore që e kishte lexuar dikur. Ai ndjeu gjunjët t'i dobësoheshin. Ai që dikur kishte kërkuar të mohonte Zotin, tani e kuptoi se ai kishte qenë gjithmonë aty, duke e pritur, dhe aty në mes të heshtjes së universit dhe kodit të jetës që vallëzonte nën mikroskop, profesor Fitimi më në fund e pa. Nuk ishte shkenca ajo që përjashtonte Zotin, por krenaria njerëzore që verbohej prej dritës së tij. E vërteta nuk qëndronte në largimin nga krijuesi, por në përuljen përpara madhështisë së tij, sepse vetëm një Zot i gjallë mund të shkruajë jetë me një alfabet që asnjë rastësi nuk do ta përftyronte kurrë. Dhe kur më në fund zemra e njeriu të pranon, ajo nuk ka më nevojë për prova, sepse e ndihen të vërtetën si frymë që e mban gjallë.